Të gjitha kafshët janë të barabarta, por disa kafshë janë më të barabarta se të tjerat. Kjo është ndoshta fjalia më e famshme e letërsisë politike. Por si arriti një revolucion që premtonte barazi të përfundonte pikërisht këtu. Firma e kafshëve e George Orwellit, përveç një satire ndaj regjimit sovjetik, është një paremrim për çdo sistem ku pushteti gradualisht korruptohet. Në fillim të historisë, kafshët ngrihen kundër fermerit Jones, një pianet i cili neglizhoi dhe harroi t'i ushqente kafshët. Ata u ndërronin një shoqëri më të drejtë dhe më të barabartë. Madje shkruajnë edhe 7 urdhërime për ta garantuar këtë barazi. Por shumë shpejt, Napoleoni, njëri nga derat, mori pushtetin. Ai dëboi Topthin e Borës, një personazh i cili konsideronte kafshët e tjera të barabarta me veten e tij dhe që kishte non-stop projekte përmirësimi. Ai eliminoi çdo kundërshtar dhe shndroi fermën në një diktaturë të vërtetë. Orwell tregon gjithashtu se si funksionoi propaganda. Me ndihmën e Squillerit, derat manipulojnë kafshët e tjera duke rishkruar vazhdimisht të vërtetën. 7 urdhërimet ndryshohen pak e nga pak. Për shembull, asnjë kafshë nuk do të flejë në shtrat, bëhet asnjë kafshë nuk do të flejë në shtrat me çarçaf. Mjaftuan 2 fjalë më shumë dhe rregulli humbi kuptimin e tij. Por problemi vërtet nuk janë vetëm derat. Problemi janë edhe kafshët e tjera. Shumica nuk dinë të lexojnë dhe nuk përpiqen të mësojnë. Ata nuk marrin mundimin të mbajnë mend 7 urdhërimet dhe u lën derave të mendojnë në vend të tyre. Orwell tregon se një revolucion nuk mjafton dhe se duhet ndërtuar edhe ajo që vjen pas. Një shoqëri e lirë ka nevojë për qytetarë të arsimuar që dinë të kontrollojnë informacionin, të mendojnë me kokën e tyre dhe të ruajnë kujtesën kolektive. Personazhi Kalit në histori e ilustron këtë ide. Ai është punëtor, i ndershëm dhe i përkushtuar. Megjithatë, ai nuk vë kurrë në dyshim pushtetin. Motoja e tij ishte do të punoj edhe më shumë. Dhe më pas, Napoleoni ka gjithmonë të drejtë. Orwell tregon se mund të jesh njeri i lirë, i mirë punëtor, por nëse nuk ke mendim kritik pa e kuptuar, mund të mbështetesh regjimin që të shtyp. Fundi i romanit është ndoshta pjesa më tronditëse. Derat ecin mbi 2 këmbë, veshin rroba, luajnë letra me njerëzit dhe bëhen të pamundur të dallosh njëri nga tjetri. Revolucioni përfundoi aty ku kishte nisur. Sunduesit kishin ndryshuar, por sistemi mbeti i njëjtë. Dhe kështu Orwell na tregon se revolucionet ndryshojnë sunduesit. Vetëm qytetarët vigjilent mund të ndryshojnë sistemin.